klimat, sepse asërrim nuk kishte, edhe me kthy tash paretin e me shku me blet rrugë. Edhe ashtu qytetarët janë goditur vazhdimisht me një numër të madh të veprimeve dhe edhe themi edhe kjo periudha gjatë e mungesës institucionale i goditi fatkeqësisht edhe ata. Dhe tash ti kur ke mbetje tim, s'po kemo ku me gjetë zgjidhje, domthon për sot është gëzim i madh për një familje të thjesht normale nëse përfundon muajin me zero. Sepse ki vazhdimisht rritje të çmimeve, ki vazhdimisht tash rritje të shërbimeve, kemi për shembull kohët e fundit u rrit çmimi i faturave të ujit në Prishtinë, janë rritë në disa qytete tjera, ka pas kërkesa për rritje edhe të disa shërbime tjera, këtë herë shtyrën, por nëse prapë rritet që po pritet mu rrit në mars, edhe me një prill me hinjen fuqi, domon e reja tash me rritje, është e pamundur më me parandaluar të rritjen edhe të atyre. Të gjithçka e tjetër. Gjithçka, sepse këtë varen për energjisë. U sjell si krejt sistemin e vetë ka me energji. S'ka tjetër formë. Fabrikat e kanë çashtu, bukpjekësit e kanë çashtu. Bukpjekësit ja heken për shembull, po unë spajtona me ato, po kur s'keti mundësi tjetër, shumica bukpjekëse ne dimë që kanë përdorur ta zonë thëngjell, kanë përdorur naftë, ato i heken këtë sepse i thanë japshin dënime se po bani dome shumë në ambient. Në rregull jemi, po ti krijani mundësi tjetër pra. Ati që mos ta përdor, sa ai pejzoret e përdor. Qytetarët që po përdorin thëngjell, pejzoret po e bojnë. Sot kish pas një sistem tjetër, themi, që i shkon më i lirë, po jo me këto kosto kaq të mëdha, atëherë unë besoj shumë që kërkush nuk i shkon i çmendur ta shojmë kështu të përdorë thëngjillën se e din çfarë domet maja ka, edhe ai që e përdorë lirë më për këtë njerëzit që janë aty. Pra, kur ti si vend, si shtet nuk i ofron asnjë mundësi, po e ke gjetë një zgjidhje për shembull, ka qenë totalisht veprim i gabuar dhe këto e vërtetuam edhe pa edhe në 2024 në dimër edhe pa edhe thash, domthon dhanë subvencione për klima. Po. Klimat dhe tjera të ngruaja që i kanë dhënë këta subvencionet krejt e kanë mallin ose vëzhgja atyre bëhet me energji elektrike. Pra ti veç ndikove në rritjen e çmimit, domthon në kërkesës për energji elektrike. Ta shka po ndodh është e tmerrshme është një mërgjimtar i cili ban disa ditë në për kolona i dim këtë i shohmi për çdo herë sa vin, për me marrë në vendlindjen e tij të familja vet, ajo është i detyruar me shku me bujt në hotel. Se s'ka kurrin në shtëpi se ka ftoftë se ajo ka me sistem të grujës. Se s'ka pas tjetër. Edhe plot qytetarë të tjerë morën këtu, u detyruan me i nal prap klimat sepse asërrim nuk kishte. Edhe me kthy tash paretin e me shku me blet rrugë çmimi i cilave vetëm është grejt. Pra domthon kemi rritje të gjitha themi elementeve që ndikojnë për mungroni familje.